Një mbrëmje e veçantë ishte ajo e së premtes në teatrin Aleksandër Mojsiu, ku ngjitën në skenë Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura me korin italian Canticum Novum di Solemeo, një koncert premier me pjesë të kompozuara nga kompozitori i mirënjohur amerikan Dan Forest, i cili ka dedikuar një vepër Papa Franceskut, që u nda nga jeta pak ditë më parë. Ky koncert erdhi dhe si një homazh për kreun e Vatikanit, funerali të cilit ka mbledhur sot në Selinë e Shenjtë shumë lider botror. Sono due opere di un compositore Dy pjesët e repertorit i përkasin një kompozitori mjaft të shquar, Dan Forest. Në veçanti, Peter Noster është e veçantë pasi është marrë nga fondacioni ynë, Brunello and Federica Cucinelli, që është në një vend të vogël në Perugia, dhe i dedikohet Papa Franceskut, i cili u nda nga jeta pak ditë më parë. Për këtë arsye, ky koncert ka edhe një domethënie më të rëndësishme. Jemi shumë të lumtur për këtë bashkëpunim të suksesshëm me Orkestrën e Forcave të Armatosura. Për dy nga instrumentistet pjesë e orkestrës dhe forcave të armatosura, ky është një koncert vazhdimësie që mbart emocione të veçanta. Jemi shumë privilegjuar, patjetër është një emocion i veçantë, si është hera e parë që ne bashkëpunojmë me italianët, me korin dhe me dirigjentët. Para 2 javësh në fakt ishim në Paris, ku bëjmë një bashkëpunim me Gardën Republikane të Parisit dhe sot jemi në Durrës. Paqja dhe dëshira për të jetuar ishin mesazhet që u përcollën nga ky koncert. Ky është bashkëpunimi i parë i Orkestrës Simfonike të Forcave të Armatosura me korin italian, që sollën një mbrëmje vokalo simfonike për Darsi Dursak.